Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë ju për litarin e Allahut subhanahu wa taala, për fenë e tij, dhe mos u përçani. Urdhër i prerë dhe ndalesë e prerë, urdhër për të bashkuar në hak, në të vërtetën, dhe ndalesë e prerë për nga përçarja dhe nga dalja prej rrugës së vërtetë. Në një ajet tjetër thot: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Mos u përçani e të dështoni dhe të humb era juaj, t'ju humb respekti juaj, t'ju humb krenaria juaj, t'ju humb fuqia juaj. Të gjitha këto janë si rezultati përçarjes. Të gjitha këto vinë për shkak të përçarjes në fe. Andaj jemi të urdhëruar të bashkohemi. Mirë po, a thua vallë se në çka duhet të bashkohemi, dhe a thua vallë se cila gjë i bashkon muslimanët në të vërtetë. Padyshim se bashkimi është në atë të cilën e sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur të Irbad ibn Sariyes radiallahu anhu, i cili thot: "Na ka këshilluar një ditë pejgamberi alayhis salam me një këshill prekëse, nga e cila u dridhen dhe u rënqethën zemrat dhe nga e cila lëtuan syt. Andaj tham: Ja Rasulallah, sikur të jetë kjo këshill e atij që dëshiron të përshëndetet prej nesh, sikur të jetë këshill e atij i cili largohet prej një populli, pra andaj çka na këshillon?" Tha pejgamberi alayhis salam: "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira." Tha pejgamberi alayhis salam: "Me të vërtet, ai i cili do të jetoj pas meje do të shoh përçarje të madhe." Andaj thot pejgamberi alayhis salam: "Kapuni për sunetin tim, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di." Kapuni për sunetin tim, kapuni për sunetin e halifeve të drejtë të cilët do të vinë pas meje, thot pejgamberi alayhis salam, "dhe keni kujdes prej bidateve në fe, sepse çdo bidat është devijim." Siç thon dietarët, pejgamberi alayhis salam në këtë hadith e ka treguar smundjen e cila do ta kaploj umetin e tij pas vdekjes së tij, e që është përçarja, dhe e ka treguar ilaçin e kësaj smundjeje, dhe e ka treguar shkaktarin e kësaj smundjeje që të largohemi prej saj. Ilaçi është kapja për sunetin e tij dhe sunetin e shokëve të tij, rrugën e shokëve të tij, traditën e shokëve të tij, metodologjinë e shokëve të tij. Ndërsa shkaku i kësaj smundje të cilit duhet t'i largohemi dhe të kemi kujdes prej tij është bidati, shpikja e gjërave në fe, shpikja e gjërave dhe veshja e tyre fes, sepse shpikja e gjërave të kësaj bote nuk është i urryer. Shpikja e gjërave me të cilën njeriu do t'ja lehtësoj jetën e kësaj bote vetvetes nuk është e urryer. Mirë po ajo që është e urryer është shpikja e veprave në fe, shpikja e adhurimeve që nuk kanë qenë të njohura në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e urryer, e jo teknologjia dhe risit në këtë botë nuk janë të urryera. Mirë po ajo që urrehet është shpikja e veprave e pastaj mveshja e tyre fesë son islame, e cila është fe e pastër dhe e kulluar dhe e përsosur. Allah subhanahu wa taala për të thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Thot Allah subhanahu wa taala: "Sot unë e përsosa fen tuaj për ju dhe e përmbusha dhuntin time mbi jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaja." Andaj një fe që është e përsosur nuk ka nevojë që t'i shtohet diçka, sepse është e përsosur, e përkryer, nuk ka nevojë për shtesë e as nuk lejohet që të mangësojmë diçka prej saj. Pra, ehli suneti beson fuqishëm se përçarja në fe është e ndaluar,
se bashkimi i muslimanëve është obligim, mirë po bashkim në sunetin e pejgamberit a.s. sepse vetëm kjo mund të na bashkojë, ndërsa bidatet nuk sjellin tjetër vetëm se përçarje, sepse sikur mos të ishte suneti pejgamberit a.s. do të thoshte kush të dëshironte për fen, çka të dëshironte. Dhe kur dolën njerëzit prej sunetit të tij dhe filluan që vetë të shpikin gjëra për këtë fe, atëherë ata u përçan, atëherë ata devijuan. Grupi i parë që devijoi në Islam janë Xhavarixhët, dhe në fillim grupacionet që janë larguar prej xhamatit muslimanëve kanë qenë me numër të vogël, mirë po ja që kanë shkaktuar përçarje. Xhavarixhët janë grupi i parë që dolën prej muslimanëve si devijim dhe si grupacion, dhe gabimi i tyre ishte se i kundërshtuan shokët e pejgamberit a.s. sahabët. Në mesin e tyre nuk ka pasur asnjë sahab, asnjë shok i pejgamberit a.s. Pra ata devijuan metodologjinë e kuptimit të fesë.